Gjykata e Vlorës ka lënë në qeli të arrestuarin 2 ditë më parë Eris Mehmeti, akuzuar se ndihmoi duke e larguar me makinë pas atentatit brenda 27 prillit ekzekutorin e Renato Hoxhait. Eris Mehmeti përpara oficerëve të policisë ka mohuar të ketë lidhje me vrasjen e Hoxhës, teksa motivet e krimit mbeten ende të panjohura, ndërsa në pamjet e siguruara vërehet autori pas krimit, i maskuar dhe me kapele gjuetarit teksa largohej nga skena e ngjarjes. Megjithatë, përballë faktit se automjeti është në pronësi të tij, ai e ka pranuar këtë fakt, duke deklaruar në polici se makina është e njëjtë me atë që zotëron. Ndër të tjera, ai ka shtuar se automjetin ja kishte lënë në përdorim një mikut të tij, pasi ky ja kishte kërkuar dhe se nuk ka dieni se për çfarë është përdorur më pas makina. Por emri i mikut të tij mbetet ende jo publik dhe po verifikohet nga hetuesit. Eris Mehmeti është lënë në burg nga gjykata e Vlorës i dyshuar për përkrahje të autorit të krimit dhe sigurim kushtes për vrasjen e Renato Hoxhës. Nga hetimet e deritanishme, policia dyshon se automjeti mund të jetë çmontuar në ndonjë pikë skrapi ose në servis, dhe po zhvillohen hetimet dhe në këtë drejtim.